Shëndetje, unë jam Redi Salla me profesion fizioterapist. Tema që kam zgjedhur për sot është efikasiteti i traksionit lumbar krahas terapisë manuale në linjën e parë të trajtimit të hernias diskale lumbare. Hernia diskale lumbare është një gjendje klinike që shkakton dhimbje dhe paaftësi të konsiderueshme. Hernia diskale është një nga shkaqet më të zakonshme të dhimbjeve lumbare dhe radikulopatisë. Diskopatit përbën një barë të konsiderueshme socioekonomike përmes humbjes së produktivitetit, kostove të trajtimit mjekësor dhe mungesës në pjesëmarrjen sociale. Trajtimet aktuale të hernias diskale mund të jenë kirurgjikale ose konservative. Megjithatë, vetëm një përqindje shumë e vogël, më pak se 10% e pacientëve mund të jenë kandidat për intervenime kirurgjikale. Hernia diskale, pak a shumë çfarë është hernia diskale, një prezantim shumë i shkurtër. Disjet ndërvertebrale janë struktura fibrokartilagjenoze që veprojnë si amortizues, duke kontribuar në lëvizshmërinë dhe shpërndarjen e forcave në shtyllën kurrizore. Disku përbëhet nga pjesa e jashtme, fibroze, annulus fibrosus dhe bërthama nucleus pulposus. Hernia diskale ndodh kur materiali bërthamës së diskut del jashtë kufive të annulus fibrosus, zakonisht si pasojë e dëmtimeve ose degenerimeve të strukturës së disjeve. Hernia diskale klasifikohet në protuzion, ekstruzion dhe sekuestrim i komplet diskut. Shumë autorë raportojnë për efikasitet mjaft të lartë të terapisë konservative, duke indikuar të jetë linja e parë e trajtimit të hernias diskale lumbare, ku përfshihen intervenimet fizioterapeutike, si traksioni lumbar dhe terapia manuale. Traksioni lumbar është një teknikë e përdorur për të ulur presionin mbi diskun e komprimuar dhe rrënjët nervore, përmes një force tërheqëse, e cila mund të aplikohet mekanikisht ose manualisht. Kjo terapi synon të rrisë hapësirën ndërvertebrale dhe të përmirësojë qarkullimin e likideve ndërqelizore duke lehtësuar simptomat klinike. Nga ana tjetër, terapia manuale konsiston në mobilizime pasive, pasivo-aktive dhe aktive të vertebrave të shtyllës kurrizore, me qëllim përmirësimin e lëvizshmërisë, reduktimin e spazmave muskulare dhe modulimin e ndjeshmërisë nocioceptive. Evidenca tregojnë se mobilizimet e përshtatshme mund të ndikojnë në mekanizma biomekanik dhe neurofiziologjik të dhimbjes. Principet e terapisë manuale. Në këtë studim janë marrë vetëm 3 modalitete, 3 terapi manuale, si qasja e McKenzie-t, e Maitlandit dhe e Mulliganit. Për secilën prej tyre, qasja që ka McKenzie është më shumë mekanike dhe bazohet në lëvizje të përsëritura. Funksioni i vlerësimit është përgjigjja ndaj lëvizjeve dhe pozicioneve, dhe roli që ka pacienti është më shumë aktiv dhe është më shumë si vetë menaxhim. Zona e aplikimit është në vertebra dhe nyje periferike, në faseta. Evidencat shkencore për këtë lloj teknike janë goxha të larta dhe meta-analiza të shumta. Metoda e trajtimit janë lëvizje të përsëritura të drejtuara në drejtim të preferuar dhe qëllimi i terapisë këtu futet një koncept mjaft i rëndësishëm që është centralizimi i dhimbjes, rikthimi i funksionit dhe edukimi. Ndërsa Maitlandi e shikon në një qasje tjetër, i bazuar më shumë në mobilizime pasive të ndarë në grada të ndryshme, funksioni është reagimi ndaj palpimit dhe lëvizjes, dhe roli që ka pacienti është më shumë pasiv pasi kryhet më shumë nga fizioterapisti. Zona e aplikimit përfshin në të gjitha artikulacionet. Evidencat shkencore për këtë janë të larta deri në të moderuara dhe është bazuar në provën klinike. Metoda e trajtimit janë mobilizime sipas gradave nga e 4 deri në të 5 dhe qëllimi i terapisë është modulimi i dhimbjes nëpërmjet përmirësimit të rrëmit artikular. Ndërsa qasja që ka Mulligani janë mobilizime pasive, por dhe lëvizje aktive që mund të kryejë vetë pacienti. Fokusi i vlerësimit është korrigjimi i pozicionit të artikulacionit dhe roli që ka pacienti është aktiv në trajtim. Zona e aplikimit është kryesisht në vertebra dhe në nyjet periferike, në faseta. Evidencat shkencore për këtë lloj teknike janë të moderuara deri në të kufizuara, më shumë të bazuar në përvojën klinike. Metoda e trajtimit janë sipas të gjithë lëvizjeve që kryejnë artikulacionet, glide, slide, roll, dhe qëllimi i terapisë është rikthimi i lëvizjes nëpërmjet reduktimit të dhimbjes.
Këtu kemi konceptin e centralizimit dhe të periferizimit të dhimbjes, sipas metodës së McKenzie. Traksioni lumbar. Traksioni lumbar është përshkruar në literaturë në forma të ndryshme, duke përdorur pajisje apo metoda të tjera ndihmëse. Disa autorë kanë përshkruar atë me pacientin në pozicionin ortostatik, Lehmann dhe Brunner, në 1958, ndërkohë që të tjerë preferojnë aplikimin në pozicion supin. Disa përdorin në rripin torakal, ndërsa të tjerë përdorin shufra të mbështetura në nivelin e aksilave. Po ashtu disa autorë rekomandojnë pozicionin neutral të shtyllës kurrizore gjatë traksionit, ndërsa të tjerë insistojnë në fleksion të regionit lumbar. Në lidhje me sipërfaqen që kryet traksioni, mund të përshkruhen si canvas top table, roll top table, dhe ka dhe krevatët të tjera në të cilët mund të ushtrohet pjesa e traksionit. Traksioni mund të administrohet në formë konstante sipas konceptit Chiriax ose në formë intermitente, siç e përshkruajnë Judovic dhe Nobel në 1957. Traksioni manual në regionin lumbar, sipas Crisp në 1960 dhe një përmbledhje të gjithë formave të traksionit e ka ofruar Leach në 1960. Qëllimi i këtij studimit, duke marrë parasysh prevalencën e lartë të hernies diskale lumbare dhe ndikimin e saj të thellë në cilësinë e jetës dhe aftësitë funksionale të individit, si dhe përdorimin e gjerë të ndërhyrjeve konservative si trajtimi lumbar, ashtu dhe të terapisë manuale, li nevoja për një vlerësim të qartë shkencor mbi efikasitetin krahasues të tyre. Deri më sot evidencat në literaturë janë të shpërndara dhe shpeshherë janë kontradiktore, duke bërë të vështirë marrjen e vendimeve klinike të bazuara në prova. Ky rishikim sistematik ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin e traksionit në krahasim me terapinë manuale për të reduktuar dhimbjen dhe për përmirësimin e funksionit në pacientët me hernie diskale lumbare. Metodologjia që kemi përdorur për këtë studim është një rishikim sistematik i literaturës, i zhvilluar në përputhje me udhëzimet e prizmës, për të siguruar transparencë dhe rigorozitet metodologjik. Mostra që kemi përdorur në këtë studim janë përfshirë gjithsej 9 artikuj shkencor, ndër të cilat 1 meta-analizë dhe 8 rishikime sistematike literature. Intensiteti i dhimbjes, niveli i paaftësisë dhe mobiliteti neurale u vlerësuan duke përdorur shkallën vizuale VAS, indeksin e paaftësisë Oswestry dhe cilësinë e jetës në formularin SF36 dhe mobiliteti për range of motion. Këtu është një tabel e kritereve PICOS për popullatën e intervenimin, krahasuar rezultatet dhe dizenjimi i studimit. Tek dizajni i studimit, formulimi i pyetjes kërkimore duke përdorur modelin PICOS, kërkimin në literaturë të databazave kryesore shkencore, duke përfshirë PubMedin, Embase, Cochrane Library dhe PEDRO. Me përdorimin e termave të caktuar mirë për lumbar traction, manual therapy, lumbar disc herniation, ku janë përdorur dhe operator bolean si end dhe or. Procesi i kërkimit është dokumentuar në mënyrë të detajuar për të siguruar riprodhueshmëri dhe është zhvilluar një diagram përmbledhëse sipas standardeve Prisma, për të pasqyruar hapat e seleksionimit dhe të studimeve që janë përfshirë në këtë analizë. Vlerësimi i cilësisë metodologjike të studimit të përfshira është realizuar duke përdorur mjete të standardizuara si Cochrane Risk of Bias për prova klinike dhe Amstar 2 për studime jo të randomizuara, për të siguruar besueshmëri dhe rezultate në interpretimin korrekt të tyre. Këtu është një diagram rrjese Prisma, ku janë identifikuar nëpërmjet kërkimeve në databazat të ndryshme 535 artikuj, më pas me heqjen e duplikatave, studimeve që mund të jenë të paformuluara mirë, mund të themi, sepse kemi përdorur një analizë mjaft të detajuar kur kemi hequr mungesat e grupit të kontrollit, mostra shumë të vogla ose mungesë të raportimit të shkallës VAS, studime retrospektive me mungesë të dhënave bazë dhe ndërhyrje të kombinimit për ndarje efektive, dhe në fund të gjithë
përmbledhjes janë shqyrtuar vetëm 9 studime. Këtu janë 2 tabela sipas kritereve Amsar dhe Pedro për secili nga studimet me pyetjet përkatëse, ndërsa këtu është një tabel përmbledhëse për secilin nga studimet. Gjitha këto janë tabela për përmbledhëse për vasin, për oswestrin, range of motion, për secilin nga studimet. Përfundimet. Vlera sipas shkallës VAS. 7 nga 9 studimet treguan ulje më të madhe të dhimbjes të matur sipas shkallës VAS. Në grupin e terapisë manuale, sidomos ku përfshiheshin mobilizime pasive aktive dhe teknika neurodinamike. Vetëm në 2 studime rezultoi traksioni lumbar më efektiv në uljen e dhimbjes akute, sipas VAS-it, por efektet ishin të kufizuar në trajtimin afatgjat. Short Form Health Survey, vetëm 3 nga 9 studime vlerësuan cilësinë e jetës në Short Form Health Survey dhe rezultatet tregojnë për vlera statistikisht të rëndësishme. Sipas disfunksionit fizik, 8 nga 9 studime raportuan përmirësim të funksionit në 2 grupe. Vetëm një studim, buetal, në rishikim sistematik të literaturës të tyre konkludojnë se terapia manuale është më e favorshme në aspektin e kthimit të funksionit të plot krahasuar me traksionin. Ndërsa për amplitudën e lëvizjes, në range of motion, vetëm 4 nga 9 studime raportuan rezultate të qarta mbi romin. Terapia manuale në veçanti neuromobilizimi tregoi rritje të qëndrueshmërisë së romit, ndërsa traksioni pati ndikim më të kufizuar ose të pasqyruar plotësisht. Diskutimet. Gjetjet për efikasitetin më të madh të terapisë manuale janë në përputhje me rishikimet e sistematike të mëparshme, që theksojnë përfitime në manipulimin spinal në hernia diskale. Rezultatet e këtij studimi përfaqësojnë në rolin e qasjes manuale në modulimin e dhimbjes, përmirësimin e kontrollit neuromuskular dhe rritjen e romit artikular të segmenteve vertebrale. Traksioni lumbar mbetet një ndërhyrje e diskutueshme në literaturë, të cilat raportojnë për mungesë provash të forta për efikasitet të qëndrueshmërisë, ndërsa disa studime, si Ramos në 1995, raportojnë përmirësime të përkohshme. Terapia manuale sjell përmirësime jo vetëm në aspektin simptomatik, por edhe në funksion në global dhe cilësinë e jetës në përputhje me një qasje multidisiplinare të rekomanduara nga organizata të ndryshme dhe gjetjet e këtij rishikimi e mbështesin këtë drejtim klinik. Duke analizuar situatën në Shqipëri, vërejnë disa problematika. Traksioni lumbar përdoret ende gjerësisht si ndërhyrje kryesore në shumë institucione private, shpesh pa kritere të qarta për përzgjedhjen e pacientëve të cilët janë kontingjent për përdorimin e kësaj teknike dhe mungesa të standardizimit të parametrave të aplikimit të traksionit, siç mund të jetë forca, këndi, kozgjatja, të cilat mund të çojnë në shtim të simptomave neurologjike. Nga ana tjetër, terapia manuale mbetet shumë pak e aplikuar në praktikën fizioterapeutike në Shqipëri, për shkak të mungesës së trajtimit të thelluar dhe mungesës së kurrikulave klinike në teknika të avancuara të manipulimit spinal dhe neuromobilizimi. Ky rishikim i literaturës nxori në parë rëndësinë dhe efikasitetin e terapisë manuale në menaxhimin e hernies diskale lumbare krahas traksionit, duke mbështetur në të dhëna të shumta klinike dhe indekse të validizuara. Gjetjet e analizës sugjerojnë me forcë se terapia manuale përfshirë mobilizimin, manipulimin spinal dhe neuromobilizimin kanë rezultate shumë të mira klinike. Në reduktimin e dhimbjes VAS, përmirësimin e funksionit dhe në disa raste dhe në rritjen e amplitudës së lëvizjes. Ndërhyrjet manuale treguan se të ketë një efekt pozitiv jo vetëm në aspektin biomekanik, por edhe në komponentët neurologjik dhe psikosocial të dhimbjes lumbare. Duke pasur një qasje mjaft individuale,
në përdorim dhe arsyetim në drejtimin klinik. Ndërkohë efikasiteti i traksionit të shende i kufizuar dhe përfitimet e tij duken më të theksuara vetëm në raste të përzgjedhura me radikulopati të qartë dhe me fokus vetëm në dekomprimimin e diskut, por jo në adresimin e gjithë faktorëve të tjerë shoqërues të hernjes diskale. Si terapia manuale mobilizuese, ashtu dhe traksioni lumbar mund të jenë efektiv në menaxhimin e hernjes diskale. Megjithatë, terapia manuale mobilizuese rezultoi si më efektive në adresimin e faktorëve biomekanik dhe përmirësimin e mobilitetit, që janë thelbësore për një rikuperim afatgjat. Ndërsa traksioni lumbar mbetet një ndërhyrje e vlefshme vetëm në situata të caktuara, ku pacienti nuk e toleron dot mobilizimet, dhe ai nuk rezultoi superior në asnjë nga studimet e përfshira në këtë rishikim. Studimet tregojnë se trajtimi duhet të fillojë me terapi manuale dhe në momentin që nuk ka më përfitime të kalojë në traksion. Dhe pas përfundimit të modalitetit duhet i rikthehemi përsëri terapisë manuale. Në situatën në Shqipëri, praktika aktuale terapeutike mbetet ende e varur nga përdorimi i rutinë i traksionit, shpesh pa një përzgjedhje të mirëfillt klinike dhe në mungesë të parametrave të standardizuar. Ndërkohë mungesa e fizioterapisëve të trajnuar në terapi manuale përfaqëson një pengesë serioze në integrimin e qasjeve moderne dhe bazuar në evidencë në kujdesin në pacientë me probleme vertebrale. Rekomandimet të promovohen më shumë trajnime të thelluara në terapinë manuale për fizioterapistët në Shqipëri, të kufizohet përdorimi jo racional i traksionit dhe përdoret vetëm në rastet ku është e indikuar mjaft qartësisht pjesa klinike, të integrohet metoda vlerësimi më të standardizuara dhe më gjithëpërfshirëse, dhe të promovohet një qasje multidisciplinare dhe e individualizuar në menaxhimin e dhimbjes së mesit. Faleminderit.